Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Për të gjithë ju që po shikoni fytyrën time për herë të parë, unë jam Wendy dhe sot kemi një video shumë domethënëse. Nuk kam bërë ndonjë video që ulem këtu para jush apo rri në këmbë siç jam tani, se nuk kam ku të ulem, që të më kapi drita mirë. Dhe t'ju tregoj për eksperiencën time sepse ka shumë mbase mama aty jashtë që janë në të njëjtën periudhë me mua ose tani janë në 3 mujorin e parë dhe mbase siç kisha dhe unë ka shumë pyetje në kokë që ndonjëherë friksohemi, jemi në rrugën e duhur, po bëjmë gjën e duhur dhe unë po ndaj me ju eksperiencën time të trimestrit të parë. Atëherë, unë jam në përfundim të trimestrit të dytë, kështu që po bëj këtë video, do bëj më vonë edhe videon e trimestrit të dytë, edhe ti kemi kështu si radhë. Kam bëra në Instagram një nga këto pyetjet anonime, që kush të donte të shkruante, dhe i kam shkruar këtu të gjitha pyetjet. Do t'i vendos dhe me screenshot kur të editoj videon, edhe pse jo, t'i futemi punës dhe më komentoni ju se sa i keni ndjerë apo kaluar të njëjtën gjë sikur edhe unë. U dorëzova, mora stolin edhe ula edhe kemi babyn më rehat kështu. Sot kam veshur një palë tuta prej mami, janë akoma shumë të mëdha dhe nuk më qëndrojnë mirë. Po, mi ka dhënë një shoqe e cila ishte shtatzën para 2 vitesh dhe nuk i kishte hedhur, kështu që nuk mundesha të blej, se po t'ishte për të bler nuk do doja të bleja gjëra mamash, sepse sa ka ngelur edhe 3 muaj, edhe tani është verë, kështu që kam fustane sa të duash. Gjithsesi, ta lejmë këtë temë dhe le t'i futemi punës. Atëherë, pyetjet i kam përmbledhur, ka disa që nuk doja t'i shikoni në screenshot dhe do të thotë që ishin të ngjashme, kështu që marrim një nga një. Pyetja e parë. Çfarë ke bërë në 3 mujorin e parë? A ke pas simptoma dhe si e ndjer emocionalisht? Atëherë, 3 mujor i parë, besoj do më mbështesni të gjitha këtu që është ikën shumë shpejt sa hapen mbyll syt, sepse zakonisht vajzat e marrin vesh kur janë në javën e 6, të 7. Unë e mora vesh në fakt shumë herët. E mora vesh në javën e 3 ose të 4 maksimale, sepse e dija shumë mirë se kur i kisha periodat edhe nuk është se e neglizhova punën, plus që e kisha një ndjesi që isha shtatzan, edhe testin unë e bëra thjesht për t'i bërë surprizën bashkëshortit, nuk e di, e ndjen. Më tregoni nëse jam gabim, ju e keni ditur thellë në shpirtin tuaj që jeni shtatzan, apo testi ju befasoj komplet, sepse unë e dija që isha shtatzan, nuk e di. Edhe kur bëra testin, thjesht e bëra për ta konfirmuar më shumë. Kështu që 3 mujor i parë nga ajo, për mua mbase zgjati pak më tepër, se zbulova që në javën e 3 ose të 4, kalon shumë shpejt, edhe akoma nuk ndjen asgjë, për sa i përket trupit edhe babyt. Dhe prandaj vetëm e ndjen që jeshtë atë zën nga ndryshimi hormonal, nga ndryshimi i trupit në kuptimin pra fizik, se si ndihesh pra e lodhur, e raskapitur, nuk e uri, nuk e apetit për asnjë lloj gjëje, të paktën mua më ndodhi kështu. Dhe kjo është e vetmja gjë që më bënte të mos e haroja faktin që isha shtatzën. Simptomat këto kanë qenë pra, kam pasur simptoma që isha e lodhur dhe simptoma që nuk haja dot bukë. 3 mujor i parë ka qenë për mua vetëm portokall, fruta, edhe tek tuk ndonjë gjë të vogël. Pyetja tjetër është si ishte eksperienca ime, simptomat, vitamina në fillim të shtatzanisë. Pra eksperiencën time pak a shumë ja u thash, simptoma nuk kisha, përveç faktit që nuk e di çfarë, mbase quhen simptoma, unë jam një njeri që
e marr shumë me sportivitet, edhe nuk do qajsha kot, sepse kam dëgjuar shumë raste që gratë rrinë ose vajzat tërkohës duke vjellë, tërkohës të këputura, të lodhura, të shastisura, edhe unë nuk kam qenë kështu. Unë kam pasur vetëm këtë pjesën që pra çdo ushqim më linte një shije që e kisha me vete tërë ditën dhe kisha frikë të haja, se dia që më linte shije, nuk më shijonte asgjë, kisha një si shije metalike në gojë, edhe vetëm frutat që sikur ma lehtësonin, kështu që kam ngrënë shumë fruta dhe ne kishim shumë frikë në fillim të shtatzanisë, sepse po haja shumë fruktozë, pra shumë sheqer, edhe pyetëm ginekologen që mos është gabim dhe ajo tha jo, ti duke shumë mirë për sa i përket trupit, kështu që mos mendo se do bësh keq. Sot që flasim, jam eduksuar për të qenë diabetike në shtatzani, kështu që mbase ka luajtur rol edhe ajo. Vitamina në fillim të shtatzanisë, vitamina ne i kemi, unë kam filluar që t'i marr, që në momentin që ne vendosëm mos ta ndalonim më një shtatzani, pra mos të kujdeseshim për të mos ngelur shtatzën. Pra jo të tentonim për të ngelur shtatzën, por ta linim çdo gjë të rrithë siç ishte e shkruar, duke mos tentuar të mos ngelim shtatzan. Dhe që aty kam filluar që të marr acid folik, vitamin D dhe B12 duke se ishte, pra ishte një preparat që quhej Basic Folion 1, që ishte nga planifikimi i shtatzanis deri në javën e 12. A kam përdorur kontraceptiv dhe sa kohë mu desh për të ngelur shtatzën pasi ndalova, sepse flitet pra që janë pengesë për shtatzani. Atëherë unë nuk kam marrë kurrë në jetën time kontraceptiv. Është mirë apo është keq, po ju lejuve që ta gjykoni, dhe për këtë gjë nuk është se kam eksperiencë personale, por kam eksperiencë nga persona të tjerë që mund të shkojnë në dy drejtime. Pra, mund të jetë, nuk mund të jetë fare problem pasi i lë kontraceptivën të ngele shtatzën, por ka edhe kohë që persona që ju duhet shumë kohë, sepse duhet ta mendoni që me kontraceptivët periodat ndalojnë edhe hormonet ndryshojnë 100%, edhe në momentin që ti i le kontraceptivët, trupi do pak kohë që të kthehet në funksionin hormonal normal të ti. Kështu që dhe mund të zgjasë shumë. Por, nuk është patjetër një formë që ndodh vetëm në këtë lloj mënyre apo vetëm në këtë lloj mënyre. Kështu që mund të jenë të dyja format. Mund të jenë që të ngelesh direkt, dhe nuk ka asnjë lloj problemi, si kunata ime. Sapo i la kontraceptivët dhe tha ne do provojmë për një shtatzani, 2 javë më vonë shtatzan. Në të dyja shtatzanit. Pastaj kam dëgjuar edhe raste që i kanë hequr kontraceptive dhe kanë kohë dhe vite pa bërë dot fëmijë, por mbase nuk është dhe faji kontraceptiveve, çdo trup reagon ndryshe. Kështu që mos e merr si një model, mund të ndodhi shumë shpejt, mund të ndodhi edhe më vonë, edhe njerëzit që mbase s'kan marrë kontraceptiv ju ndodh shumë më vonë, kështu që vetëm pak durim edhe përpiquni mos ta mbani mendjen çdo muaj, ngela këtë muaj, nuk ngela këtë muaj, ngela këtë muaj, nuk ngela këtë muaj, sepse vërtet që i fusni një stres të papar vetes dhe do jeni shumë të frustruara. A rrita shtatzanin në mënyrë natyrale apo me in vitro? Natyrale. Natyrale 100%. Por besoj që jam shumë pro in vitros në rast se nuk do kishte funksionuar natyrale. Dhe jam e vetëdijshme që mosha që jam pra 31 vjeç, patjetër që fillojnë problematikat nuk ka të bëj, por mund të jetë më e vështirë për të ngelur shtatzën se sa në moshë shumë më të re. Fatmirësisht mua nuk mu desh që të provoja këtë stresin, se po ju jap mend tani dhe po them mos u stresoni, se frustrojeni. Mua fatmirësisht nuk mu desh që ta provoja, sepse ngela shumë lehtësisht shtatzën. Edhe nga kjo anë jam falenderuese vërtet Zotit edhe trupit tim që nuk më bërën të kaloj në këtë stresin që pse nuk po funksionon këtë muaj, ja dhe një muaj dhe e di që mund të jetë shumë frustruese për shumë vajza që dëshirojnë të bëhen nëna, dhe në këtë rast doja sugjeroja që pse jo ta bëni një konsult me mjekun e
in vitros, në rast se nuk ka funksionuar për një vit. Këtu në Gjermani kështu është që nëse tenton për një vit dhe nuk funksionon, pastaj fillojnë kontrollet, fillojnë takimet tek doktori që ofron pra fekondimin artificial apo in vitro. Kështu që po, mua nuk më desh. Dhe ndonjëherë më vjen keq se mbase nuk e vlerësoj siç duhet faktin që ngela kaq lehtësisht shtatzën, sepse ka shumë vajza aty që e ëndërrojnë dhe akoma nuk kanë ngelur shtatzën. Dhe do doja mbase që ta vlerësoja më shumë, sa më shumë flas me njerëz që ndoshta ka kohë që nuk kanë ngelur shtatzën, e vlerësoj dhe më shumë që unë nuk më desh të kaloja në këtë rrugë. Por nëse nuk e ke provuar, pra frikrat, dhimbjen, mundimin për të ngelur shtatzën, besoj që asnjëra nga vajzat që ngelin tak fakt shtatzën nuk e vlerëson vërtet këtë fakt. Kështu që po i bëj thirrje edhe vetes dhe gjitha të tjerave që në rast se shtatzania juaj ishte shumë e thjeshtë, përpiquni ta vlerësoni atë që shumë vajza të tjera e ëndërrojnë. Beson tek ligji i tërheqjes nëse po e praktikon. Unë besoj tek ligji i tërheqjes, praktikon, nuk e di. Ka raste kur jam shumë pozitive, zakonisht jam shumë pozitive dhe jam shumë spontane. Unë mendoj vërtet që ligji i tërheqjes nuk është se ka të bëj direkt që po mendove mirë do gjesh mirë, po ka të bëj me energjinë që ti i jep shpirtit tënd. Që do të thotë, në rast se mendoni negativisht, çfarë do lloj gjëje e bukur që t'ju ndodhi, ju nuk do ta shikoni sepse jeni të fokusuar te ky negativiteti që ju shoqëron. Edhe në rast se mendoni vetëm pozitiv, nuk do shikoni ndoshta ndonjë diçka që duhet ta merrni pak më seriozisht. Kështu që mendoj që ka të bëjë me energjinë që i japim vetes tonë, ndërkohë që jemi vetëm pozitiv apo vetëm negativ, kështu që një miks i të dyjave besoj që bën punë, por ta anoj më shumë nga të qëndruarit pozitiv. Jemi njerëz, nuk i kontrollojmë dot gjithmonë emocionet, por kur të ndiheni keq, mendojeni që kjo gjë do marrë fund, nuk është e përjetshme, edhe ndjenja e keqe, edhe zhgënjimi, kështu që çdo gjë do i vi një ditë edhe do përfundoj. Mendoni vetëm këtë, edhe besoj që do ju ndihmoj që të kaloni në këto kohët e vështira. Për ju që mendoni gjithkohës pozitiv, një big thumbs up, edhe duar trokitje për ju. Edhe shpresoj që shumë njerëz të arrijnë ta bëjnë këtë gjë, sepse energjia që japim vetes tonë është edhe ajo pastaj që na rrit, është ajo që na bën edhe më pozitiv, dhe kur i shikojmë gjërat me kaq thjeshtësi dhe me kaq nuk e di, prioritet, me kaq pozitivitet, do thoja prapë, do të gjej një fjalë tjetër, e kemi më të thjeshtë për t'i ndërmarr hapat, për të ndjekur atë që duam, dhe mendoj që kjo është ajo që ligji i tërheqjes bën. Pyetja tjetër është çfarë të kemi parasysh kur udhëtojmë gjatë shtatzanisë, sepse vajza në fjalë fluturon nga Gjermania për në Shqipëri në gusht dhe do jetë 6 muajsh, por ndonjëherë ka frikë. Atëherë, gjëja e parë duhet flasësh patjetër me ginekologen tënde. Unë gjatë udhëtimeve marr gjithmonë para magnez, sepse magnezi ndihmon që të relaksohen muskujt, se duke qenë se kemi, më falni që i prek kaq shumë flokë, nuk e di pse. Duke qenë se kemi ndryshim të presionit, pra të presionit në atmosferë, presioni sa më shumë gjitemi, që dhe më i lartë bëhet, është pak e vështirë për babyn apo për trupin tuaj që ta konceptoj, edhe muskujt kontraktohen, muskujt e mitrës, muskujt pra të barkut këtu poshtë, dhe në momentin që merrni magnezium, muskujt janë pak më chill, pak më të shtendosur, dhe të paktën mua kjo më ka ndihmuar. Kam dëgjuar pastaj që mund të merrni edhe çorabe që mos t'ju fryen këmbët, pra çfarë i thon? Çorabe kompresioni. Unë nuk i kam përdorur se nuk e kam ndjer, edhe kam provuar në parë, çdo gjë ka funksionuar shumë mirë, po këtë me magnez gjithmonë e bëj,
edhe gjithmonë pi shumë ujë para se të hypi në avion. E di që ndonjëherë është vështirë për të shkuar në tualet pastaj, por mua më ka ndihmuar shumë dhe siç thash, te pyetja pak më parë, vazhdo me ligjin e tërheqjes, që do të thotë në rast se ti nisesh me mendimin që çdo gjë do shkojë mirë, edhe do shkojë mirë sepse nuk i fut trupit tënd stres. Në momentin që fut stres, ke më shumë frikë, mblidhesh kështu se po çfarë do më ndodhi dhe në këtë formë ti edhe i kontrakton më shumë muskujt e tu. Kështu që sa më chill, ndoshta shpresoj të fluturosh me dikë që të mbaj me muhabet dhe mos ta ndjesh kohën. Jam vetëm 2 orë fluturimi dhe besoj që nuk është fare e rrezikshme. Por unë gjithsesi kam folur gjithmonë me ginekologen para se ta ndërmerja këtë hap. Çova dhomën, se të dhoma tjetër ishte shumë nxehtë. Dhe kam akoma shumë pyetje, kështu që shpresoj që videoja mos të bëhet shumë e gjatë. Tjetra pyetje që kam marrë është i vërtet depresioni në shtatzani dhe si kalohet. Atëherë unë mendoj që depresioni është më i shpeshtë në pas lindjes, por patjetër që ka dhe depresion në shtatzani sepse hormonet tona ndryshojnë 1000%, që do të thotë keni parasysh vetëm kur keni periodat, edhe si ndryshon, pra që bëhesh me nevrike, zihesh më shumë me partnerin që janë dhe këto videot fani, imagjino në shtatzani, ndryshon trupi jot 100% dhe i dedikohet vetëm ndërtimit të një mjedisi për bebin. Kështu që depresioni në shtatzani është i vërtet, sepse është edhe ndonjëherë shumë e vështirë të pranosh tërë këto ndryshime tek vetja. Kur ti ke kohë që nuk ha mirë, ke kohë që nuk fle mirë, sepse po pra ndryshimi fizik edhe hormonal bëjnë të vetën, imagjinojeni se si mund të ndihesh kur ke ditë pa ngrënë, kur ke nuk je mirë, kur nuk ndihesh mirë, kur do të dalesh po të vjen për të vjellë, kur do të takosh njerëz po të vjen lodhja, kështu që patjetër që ka depresion në shtatzani. Unë do gënjeja po të thosha që e kam kaluar. Kam pasur momente të vështira, patjetër, por nuk do t'i cilësoja si depresion. Sa lodhem kur flas. Do t'i cilësoja më shumë si momente down. Dhe është shumë e rëndësishme ajo humori dhe vëmendja që i jepni vetes tuaj. Pra si i thonë në gjermanisht Einstellung. Pra vendosja që ju i bëni në kokën tuaj që ta dini që okay, unë jam shtatzën. Prandaj po më ndodh kjo gjë. Që do të thotë kam kaq shumë të vjella dhe nuk po fle mirë, por aman trupi im po përgatitet për një qenie kaq të bukur. Për gjysmën, për një qenie ku gjysmat e gjeneve do jenë të tua dhe gjysmat e personit që keni zgjedhur të jetë prindi i fëmijës tuaj. Kështu që mendojeni që çdo gjë është kalimtare, edhe siç ju thash, kalojmë prapë tek ligji i tërheqjes, që në rast se ju e bindni veten tuaj që ju po e bëni gjithë këtë proces për diçka të bukur që po vjen, atëherë edhe lodhja, edhe depresioni apo ndjenjat e të qenurit keq zvogëlohen. Mos flasim pasaj për trimestrin e dytë ku fillon dhe ndryshimi i trupit. Këtë do ta themi në videon tjetër, domethënë. Ndryshimi i trupit për mua ka qenë një ndër sfidat më të mëdha të kësaj shtatzanie, duke qenë se kam pasur gjithmonë trup të rregullt, po do flasim në videon e trimestrit të dytë. Për ne që nuk jemi bërë nëna, na tregon ndjesin çfarë ndryshimesh në trup në fillim të shtatzanisë. Të ras unë nuk jam bërë nëna akoma. Welcome to the group. Por do bëjmë së shpejti. Ndjesia është në trimestrin e parë nuk kuptohet, sepse je gjithkohës në stres që është çdo gjë mirë. Dhe kjo ishte ajo që unë mendoj që ishte ndjesia më e keqe për mua. Duke qenë se ti e zbulon shtatzanin 4 javëshe, apo 5, apo 3 si unë, dhe nuk mund të kesh asnjë takim te ginekologja para javës së 6 ose të 7, sepse më përpara ato nuk mund të shohin gjithsesi absolutisht asnjë lloj gjëje. Kështu që kjo pritja e këtyre 2 apo 3 javëve është gjëja më e vështirë që unë kam pasur, sepse ti nuk e di a është e vërtet. Mund të jetë një shtatzani që është për shembull në highlighter.
në këto gypat që sjellin vezore tek mitra, edhe ajo është testi të del shtatzën sepse hormonet janë aty, por nuk është një shtatzani që do vazhdonte. Dhe ti mendon kaq shumë gjëra derisa të vijë takimi, ndihesh jam shtatzën, nuk jam shtatzën, nuk ja thua dot edhe njeriu sepse është akoma shumë herët. Duhet të sigurohesh një herë të kesh takimin te ginekologu, kështu që mua më desh të prisja 2 javë, dhe kur vajta isha në javën e 6 plus diçka, pra në javën e 7. Edhe më besoni që ato ishin 2 javët më të vështira, se ti nuk e dije as në qiell, as në tokë, as mish, as peshk. Edhe ishte ndjesi shumë e çuditshme, mos ta dije ku qëndroje, të shkoje në punë edhe të bëje kujdes, për shembull, për mua si kimiste, mos prekja këtë kimikat, mos prekja atë kimikat, kur akoma nuk e kisha të konfirmuar nga mjekja që isha shtatzën. Dhe çfarë bëra unë në këtë momentin që unë isha shtatzën me anë të testit, por nuk kisha bërë akoma takimin, unë vajta tek mjekja ime e familjes dhe i thash që të lutem dua 2 javë të shkruajtura sëmur, raport, sepse jam shtatzan me testin, por nuk kam bërë takimin dhe unë punën e kam të vështirë, e kam me kimikate dhe nuk do doja të bëja diçka që të dëmtonte bebin. Edhe mjekja ishte shumë e mirë dhe më ndihmoi, kështu që ja u sugjeroj edhe juve që ta bëni. Ndryshime në trup në fillim të shtatzanisë akoma nuk ka. Ndryshime në trup janë 0, por ndryshime në fizik, në mënyrën se si ndihesh. Pra lodhur, e kputur, pa fuqi, do të flesh, nuk do të hash. Këto janë ndryshime pak a shumë. Kur e kam ndjer bebin për herë të parë, dhe unë jam 3 muaj dhe barku më është rritur, thot, kur e krahasoj me tëndin më duket i madh për muajin që jam. Atëherë bebin e kam ndjer në datën 31 prill. Fix. Një ditë pra se ti kja në Shqipëri në datën 1 maj. Aty kam qenë në javën e 19. Kisha pak stres në fakt, sepse e kuptoni, fakti që jetojmë në botën digjitale do të thotë që edhe çdo kush ka të drejtë të marrë telefonin edhe të thotë diçka, siç po e them unë tani. Por nuk thon gjithë gjën. Pra thon, unë e ndiva bebin që në javën e 16, që në javën e 15, që në javën e 17. Por normalja është ta ndjesh bebi në javën e 20 deri në të 22. Se bebi është shumë i vogël dhe ai lëviz, jo mbas e lëviz tër kohës, po nuk e ndjen dot sepse trupi bebi ka akoma shumë vend për të lëvizur. Kështu që mos u shqetësoni deri në javën e 22 apo të 23. Unë fola me mjekën ginekologe për këtë pjesë sepse kisha dëgjuar dhe unë vajza që e kanë ndjen që në të 16 dhe thosha, o Zot, ka mund diçka që nuk shkon? Dhe për këtë pjesë unë gjithmonë konsultoj me ginekologun, nuk marr shumë të mirëqen fjalët e njerëzve lart e poshtë dhe shpresoj shumë që dhe ju ta bëni këtë gjë, se cili trup është ndryshe. Mos merrni shembull nga njerëzit si puna ime që thjesht dalin dhe tregojnë eksperiencën e tyre. Pra unë e kam ndjer në fund të javës së 19, pra javën e 20, por shumë normale deri në javën e 22-23 që akoma nuk e ndjen. Plus që varet ku është placenta, nëse është anteriore, tu para, do më thënë që ze pjesën para ku mund të ndjesh, edhe nuk e ndjen shumë pak gjatë gjithë shtatzanisë, kështu që mos u shqetësoni, merrni kohën tuaj, shijojeni shtatzanin, në rast se nuk keni gjakderdhje. Është çdo gjë në rregull, në rast se keni gjakderdhje, atëherë duhet të konsultoni patjetër me mjekun, kështu që mos u shqetësoni pse nuk lëviz. Për sa i përket pjesës së dytë të trupit, që barku i është rritur dhe kur e krahason me mua ka shumë të madh, ky është gabimi numër 1 që bëjnë nënat e reja. Krahasimi. Kur mos krahasoni, sepse të gjithë trupat janë ndryshe. Tani mund të krahasoj dhe unë pse ajo e ka barku më të madh që është në këtë muaj dhe unë e kam më të vogël dhe do ishte një stres për mua që ka diçka që nuk shkon me bebin. Trupat janë të ndryshëm, mënyra se si shtojmë në peshë janë të ndryshme, mënyra se si ushqemi janë të ndryshme, por kjo nuk do të thotë që njëra është e saktë dhe njëra është e gabuar. Pra, mund të ndodhi që barku jot tregon më përpara, sepse e merr peshën më shumë te barku. Më fal. Refluksi filloi.
mund të ndodhi që barku është më i vogël dhe mua më bënin shumë këtë komentin në fillim të muajit të 6, pra sepse tani është fundi muajit 6 dhe fillimi i muajit 7 për 2 ditë. Ku e ke barkun ti? 6 muajshe, 5 muajshe, ku e ke barkun? Të bënte të ndjeshe sikur kishe bërë një gabim, tani çfarë duhet haj unë shumë dhe keq që të më rritet barku apo që të shëndoshem? Jo, nëse ti ndihesh mirë, pra nëse ha shëndetshëm për veten tënde dhe për bebin tënd që ti marri vitaminat, dhe në rast se ti ndihesh mirë, mos e bëj të lutem krahasimin me asnjë nga personat rreth e qark. Çdo njeri është unik, çdo shtatzani është unike, dhe te dy shtatzani tek i njëjti person, ti mund të kesh ndryshime në shtatzani, kështu që barku jot është perfekt ashtu siç është dhe mos e krahaso as me timin as me asnjëri, ji thjesht vetvetja. Ke menduar emrin dhe si ke qenë me të vjella? Nuk kam qenë me të vjella fare, nuk kam vjellur asnjëherë. Ja u kam përsëritur që kam pasur thjesht këtë shijen që të lënë mbas ushqimet, e cila ka qenë shumë e bezdisshme sepse kisha frikë të haja apo mos haja. Nëse nuk haja, e kisha më keq këtë ndjesinë dhe doja të haja diçka që ta shtyja poshtë. Nëse haja, më linte një shije tjetër pastaj, kështu që ishte pik me dy presa. Emrin kemi menduar, kemi një, dhe që atëherë nuk kemi gjetur asnjë tjetër. Mbase do të thotë kjo që kemi gjetur emrin e duhur sepse nuk na pëlqen asnjë tjetër, por akoma nuk mund t'ju them që them po e kam. Për vajzën për shembull, pa qenë shtatzën, pa provuar për vajzë, ne e dinim se si do ja vinim emrin dhe prandaj do ishim duke pritur një vajzë që t'ja vendosnim këtë emër se kishim gjetur një emër shumë të bukur. Tani do ideal dhe jemi pak të ngarkuar sepse kemi një ide, por akoma nuk e dim. Sepse jemi dhe dy në shtetësi të ndryshme dhe duam diçka edhe shqiptare dhe gjermane. Nuk e di. Më sugjeroni në komente nëse keni ndonjë ide të bukur. Çfarë punë bën Stefani? S'ka lidhje fare me shtatzanin dhe me 3 mujorin e parë. Por meqense ma keni bërë si pyetje, po ja u them, Stefani punon në Luksemburg si unë dhe është menaxher produkti. Pra Stefani punon në sektorin e financës. Ai punon me bursat, me tregjet ndërkombëtare, pra aksionet. Dhe puna e Stefanit është një produkt i cili ju ofron klientëve strategji të ndryshme se si ti investojnë lekët e tyre për të fituar më shumë lekë apo për të humbur. Si ta keni fatin, kështu që këtë bën Stefani pak a shumë. Është i dëmshëm stresi gjatë shtatzanisë edhe unë jam 7 javëshe. Atëherë, nuk duhet të ta them unë, besoj që stresi jo që vetëm gjatë shtatzanisë, po gjatë gjithë jetës është i dëmshëm. Sidomos gjatë shtatzanisë. Sepse çfarë bën stresi? Stresi rrit rrahjet e zemrës, pra pulsin e zemrës, i cili është në dëm të fëmijës tënd. Nëse të rritet presioni i gjakut, të rritin rrahjet e zemrës, zemra pompon shumë gjak dhe është shumë e dëmshme, sidomos në javët e para. Duhet ta mbani shumë nën kontroll lëvizjet emocionale shumë të mëdha, sepse kjo është ajo që i bën trupit tuaj. Plus, kur jeni në stres, edhe muskujt vet kontraktohen. Pra kontraktohen muskujt e zemrës që rritet presioni i gjakut, kontraktohen muskujt e barkut dhe për pasojë edhe muskujt e mitrës. Kështu që kjo gjë nuk është e mirë. Më ndodhi dhe mua nga stresi që kisha, që pata pastaj gjakderdhje të brendshme, gjë që mund të ishte edhe si një lajmërues i një miscarriage, i një dështimi të fëmijës. Përpiqu shumë që t'i rish larg stresit njerëzve që ta shkaktojnë atë, gjërave apo punëve që ta shkaktojnë atë, dhe kjo është edhe një ndër arsyet pse kur sapo u mor vesh që unë isha shtatzën, mjekja mua më dërgoi jashtë nga puna. Mund të kisha bërë punë zyre, pra jo me kimikate dhe kjo do ishte shumë okej, mirë po stresi që do kisha me gjithë këtë punë, do më dëmtonte dhe prandaj mjekja mua më tha direkt, nuk ka rëndësi që ti mund dhe të bësh punë administrative, stresi nuk është i mirë për ty dhe bebin, sepse puna është shumë stresuese, është shumë hektike, dhe më nxori direkt që në lej lindje që në javën e 7. Kështu që unë kam qenë pallariu tërë këtë shtatzani. Përpiqu shumë që ta kontrollosh emocionet dhe ti kontrollosh gjërat
që ty të shkaktojnë stres. Nuk po them të kontrollosh stresin se është e vështirë, po nëse e di që kjo gjë të streson, largoju. Pjesa e tretë e fundit e videos, një ditë tjetër, sepse jam shumë e ngarkuar dhe harroj t'i bëj gjërat, kështu që qen ka shumë e vërtet që truri në shtatzani funksionon ndryshe. Kështu që kam edhe një gjysfaqe plot me pyetjet që i kam shkruar. Dhe e radhës është si e more vendimin për të bërë nën dhe a pate frikë. Po, frika më e madhe e viteve të fundit, apo nuk po them e jetës time, ka qenë gjithmonë të bëhem prind, sepse unë përveç faktit që si dëshirë biologjike apo natyrore që të lindesh pasardhës, e shikoj edhe si detyrim edhe shoqëror. Që do të thot, është një përgjegjësi shumë e madhe për të bërë nën, sepse ti ose do t'i japësh shoqërisë një njeri të denj, ose do t'i japësh shoqërisë një kriminal nëse ti dështon si prind. Prandaj për mua edhe marrja e vendimit për shtatzani ose frika për të bërë nën ka ekzistuar gjithmonë, sepse ne asnjëherë nuk e dim a do jem nën e mirë, a do jem prind i mirë, a i kam kapacitetet të rris një njeri të denj për shoqërinë, dhe mua këto pyetjet më vinin në mendje gjithë kohës, nuk është se ishte thjesht të bënin fëmijë se është për të bërë, e kam dëgjuar shumë shpesh, se cili ka mendimin e tij. Unë kur të bëj fëmijë, kur të bëja fëmijë, doja që të isha 1000% e sigurt që do rris një njeri të denj. Prap kam frikë, sepse është një pjesë e vetes tënde që ti e zbulon kur je aty. Nuk mund ta dish se si mund të jesh kur ti jesh nën. Pra, do mësosh bashkë me bebin të rriteni bashkë. Edhe kështu. Frika është aty, ka qenë gjithmonë, por duke qenë që e shikoj veten time që jam e plotësuar, për shembull nuk është se një ditë do zgjojmë dhe do them për shkak të bebit unë nuk vazhdova dot shkollën, ose për shkak të bebit nuk e mbylla dot këtë projekt, ose për shkak të bebit mund ta kishim blerë një shtëpi, apo për shkak të bebit mund të kisha udhëtuar akoma më shumë. Unë i kam bërë të gjitha gjërat që kam dashur, jam shumë e realizuar për momentin në karrierë, jam shumë realizuar në qetësinë shpirtërore dhe familjare me bashkëshortin që kam, jam shumë e realizuar në anën financiare, nuk është se kam financat më të mira të botës, po jetoj ashtu siç unë dua dhe mendoj që ishte koha e duhur, tani baby është i mirë se ardhur. Ndërsa si e mora vendimin do ta dini. Nuk ka një rregull, do ta dini në momentin që jeni gati, do t'ju vi. Do ju vi ndjenjë që okay, tani jam gati, do ja thot shpirti, do ja thot zemra, do ja thot trupi, do ja thot ora biologjike, kështu që të gjitha bashkë do ta dini, nuk ka një recet apo një formulë se si ta dini. Them unë. Pyetja tjetër, pse gender reveal ishte vetëm me burrin, je kundër atyre të mëdhave? Kjo është pyetje një çik më spec, sepse çdo njeri ka preferencat e tij. Për mua është shumë herë më bukur që të bëj një baby shower, të cilën dhe do ta bëjmë, pra një baby party, kur ne gja e dim çfarë është baby, dhe e dim që tani thjesht duam ta ndajmë gëzimin ton me të gjithë, e dim që koha ka kaluar, do jetë një djalë, dhe le të mbledhim gjithë njerëzit dhe të gëzojmë për baby që do sjellim në jetë. Kurse gender reveal për mua ishte një ndjenjë midis meje dhe partnerit. Nuk më interesonte mendimi të tjerëve që do jetë gocë apo do jetë çun, sepse të dyja gjinit ishin shumë të mirëpritura për ne, por për mua e rëndësishme ishte shijimi dhe privatësia e atij momenti kur të merrnin vesh që do kishim në jetë një djalë apo një vajzë, që do të thotë me gjithë respektin dhe që unë dua ta ndaj gëzimin tim me gjithë të tjerët, momentin kur ke shumë njerëz rreth vetes, do hidhem shek zjarret apo të lumbacet, e do merret vetë çfarë është dhe ti do gëzosh, dhe pastaj gjithë të tjerë do vinë të përqafojnë se dhe ata duan të urojnë.
Edhe unë doja që fokusi im të ishte 100% e Shtefani dhe Shtefani 100% e kum, pra ta shijonim bashkë këtë moment të dy. Prandaj edhe ne vendosim që ta bënim gender reveal-in të dy dhe madje as mos ja jepnim kartën më përpara një njeriu apo një shoqe që na bënte tortën. I morëm të dyja ngjyrat dhe Shtefani e pa disa sekonda më parë se unë, mbase tek baby tjetër do të jem unë e para që do ta shikoj, nuk e di. Të shohim sa nëse do bëjmë një beb të dytë. Të sjellem një këtë që shikoj si ma merr frymën. Dhe po, për mua gjënia, sidomos i fëmijës parë, dua ta kisha moment vetëm me personin që e kam krijuar këtë fëmijë. Edhe tani mund ta festoj me gjithë njerëzit rreth e rrotull meje faktin që do bëjmë një familje. Çfarë të frikson më shumë tek mëmësia? Ja, u thash të pyetja pak më parë, a do jeme aft të rris një njeri të denj që t'i sjellë diçka të mirë shoqërisë? Në këtë botë që jetojmë, dëgjojmë kaq shumë krime, kaq shumë padrejtësi, kaq shumë luftra, sa është shumë e vështirë mos bësh gabime gjatë prindërimit që mund të sjellin pasoja më vonë tek fëmia, tek individi dhe tek shoqëria. Kështu që frika ime më e madhe është që nëse doja dal, që të rrisi njeri me karakter, një djalë që të respektoj vajzat, një djalë që t'i doj femrat edhe t'ja u di vlerën, pra vërtet të jetë edhe feminist, t'i mbështesi gratë, të mbështesi të jeti drejt, si me gratë, si me burrat, me çdo njeri të jetë i dashur, të jetë i dashur me fëmijët, të jetë i dashur me të rriturit, me të moshuarit. Pra, shpresoj të rrit një djalë ashtu siç unë do doja që djali im të ishte. Edhe frika më e madhe kjo është që mos ja dal dot të bëj këto gjëra për shkak të ndonjë gabimi në prindërim që mund ta bëjmë mbas edhe pa dashur. Por besoj shumë te vetja, sidomos tani që jam dhe shtatzën. Besoj shumë tek ndjenjat e barkut. Nuk jam njeri që marr shumë, do me thënë, dëgjoj 100 vetë dhe bëj si 10 vetë, nuk jam njeri që ndikohem nga rrjetet sociale, apo nga ato që dëgjoj, apo nga teoritë konspirative, sepse mendoj që jam në një moshë ku pjekja ime emocionale është mjaftueshme për të qenë një mama e denjë dhe për të rritur një djalë të mirë. Shpresoj. Kjo është gjithashtu dhe frika më e madhe. Çfarë të sugjeroje për vajzat që duan të ngelin shtatzën, por akoma s'ja kanë dalë? E para e punës. Lutem në Zot që çdo vajzë që do ta provojë këtë ndjenjë ta ketë mundësinë. Sepse vetë natyra femërore jemi ndërtuar që në lindje kështu që qëllimi jon një ditë, pra ajo që do na plotësoj, do jetë në mëmësia. Të paktën e kemi dëgjuar kudo që ka njerëz, vajza që për shembull thonë, unë dërroj të bëj kështu, unë dërroj të bëjmë kështu. Po në thelb femra ndërron që të jetë një mama e mirë. Dhe uroj dhe shpresoj dhe lutem në Zot që çdo vajzë që e ka dëshirën, që do të bëhet nën, ta provoj këtë ndjenjë. Unë do të sugjeroja, ju lutem shumë, mos bëni krahasime. Shoqet tuaja mund të ngelen shumë herë më thjesht shtatzën, apo më vonë, apo mund të kenë shtatzënie të ndryshme nëse ngelin. Pra mos bëni krahasime, ngeli ajo për 2 muaj, unë pse s'po ngelen për 1 muaj, po çfarë po bëj gabim, dhe ta kërkoni gabimin tek vetja juaj. Është shumë e vështirë tani t'ju thot një vajzë e cila nuk pati fare problem për ngeljen shtatzën, pra në kohën, që mos u stresoni, sepse jam shumë e sigurt që nuk anashkalohet shqetësimi, meraku, stresi kur ti ke muaj që po e provon. Por, do ju sugjeroja shumë që të koncentroheni, përqendroheni tek vetja.
Vetja juaj është personi më i rëndësishëm. Edhe me shpirt ja uroj çdo vajze që të jetë nën. Por sot ka kaq shumë metoda dhe faleminderit Zotit që jetojmë në këtë shekull ku mjekësia është shumë e zhvilluar, ku metodat e fekondimit in vitro janë shumë prezente, ku adoptimi po ashtu nuk duhet të merret si diçka e keqe, sepse ke mundësinë që një fëmijë t'i japësh familje, t'i japësh jetë, t'i shpëtosh jetën. Kështu që jo vetëm për të ngelur shtatzën, po për t'u bërë nëna, si term dua ta marr, ka shumë mënyra. Edhe normalisht që sugjerimi im është gjithmonë mos i kalkuloni, mos i kontrolloni dhe llogarisni gjërat 100%. Tregojuni t'i kujdesshëm, pra ti e di që mbaruan periodat dhe tani do filloj koha që është pjelloria më e madhe, por jo me bëj teste, api më tha një ditë, tani pse nuk ndodhi, kjo më tha kështu. Domethënë, shijojeni marrëdhënien tuaj, patjetër duke pasur në synim që të përqendroni tek partneri dhe tek vetja kur jeni duke u përpjekur për një fëmijë, por asnjëherë nuk mos bëni krahasime, sepse krahasimi është armiku numër 1 i ankthit, i stresit, i nervozitetit. Edhe kjo gjë shpresoj shumë që t'ju vlej. Krahasime është shumë e vështirë, e di, ju nëna që keni kohë që nuk po ngelni, vajzat që keni kohë që s'po ngelni shtatzën. Por fati e ka siguruar një vend apo një ndodhi për secilën prej nesh. Ndoshta në momentin që më pak e prisni, do ju vi mrekullia juaj që edhe një herë ju uroj të gjithave. Çfarë mendon për postimin e fëmijëve tek rrjetet sociale? Kjo nuk ka të bëjë me trimestrin e parë, por un jam pro dhe kundër. Nuk e kam fare problem dhe besoj që do ta bëj edhe te fëmia im, mbase më ndryshon mendja, nuk e di, të postoj fëmijën tim në rrjetet sociale, sepse sot jetojmë në një kohë digitalizimi ku është e pamundur mbrojtja 100%. Edhe nëse nuk do ta postoj në rrjetet e mia sociale, mund të dalim në një gazetë kopshti, në një gazetë shkolla, në një jemi duke ecur rrugës dhe është duke u bërë një dokumentar dhe kapet. Edhe nuk besoj që kjo është problemi më i madh, jo po çfarë dëgjojmë pedofila rrugës e ku dëgjon. Nuk është se kam frikë nga këto gjëra dhe nuk ju besoj, këto janë teori po ashtu për mua konspirative dhe nëse një pedofil përdor foton e fëmijës tim, nuk e di, atëherë është turpi edhe faji i pedofilit. Pra fëmijës tim nuk i bën asnjë lloj dëmi. Dhe fëmija im nuk ka të bëj fare me këtë gjë. Edhe unë fëmijën tim do ta mbroj duke mos postuar rrjete në foto sociale që në të ardhmen atij mund t'i prishin punë ose mund të bëhen faktor për bullizimin. Për shembull, nuk jam dakord me fotot e prindërve që postojnë të fëmijëve, për shembull me bikini në plazh, sepse janë shumë personale dhe aty futesh tek pjesa personale dhe seksuale, po them, e fëmijës, se nuk e di nëse i thuhet kështu. Domethënë, për mua shumë herë më e thjesht të nxjerr një foto tamam duke luajtur me fëmijën tim dhe me fytyrë, pa i vendos, pa i fshehur syt, sesa të nxjerr pra pa fytyrë, po pjesën poshtë të trupit. Domethënë, këtë unë nuk do ta bëja. Unë dua të ruaj intimitetin dhe integritetin e fëmijës tim duke nëse postoj, sepse ai është fëmia do të gjëraja që më shumë do jem krenare dhe jam shumë e sigurt që nuk do ta evidentoj, është gjë tjetër, evitoj. Nuk do ta evitoja dot. Për shembull, një foto me Shtefanin dhe me djalin, s'është familja ime. Kështu që kjo pjesa jo po i vjedhin identitetin. Kur të rritet ai, do me thënë u bë 8 vjeç, u bë 9 vjeç, apo ku dëgjoj 11 vjeç, fillojnë postet në rrjetet sociale, kështu që identitetin nuk mund ta mbrosh sot 1000% dhe unë nuk do ta bëja.
unë nuk dua që ta përdor fëmijën tim për shembull për përfitime personale, nuk është mendim im personal, mos ma merrni për keq. Pra shoh influencer që marrin bebelina edhe përdorin fëmijën për t'i reklamuar. Pra përdorin duke ndruar fëmijën, duke e vendosur fëmijës, pse ta përdor fëmijën timun për përfitimet e mia ekonomike. Pra ai nuk e di çfarë po ndodh këtë gjë dhe unë e përdor në këtë formë. Nëse marr bebelina, po do t'i tregoj dhe do them unë këto i vesh djalit tim edhe janë shumë të mira, nëse janë vërtet të mira. Po aman jo të përdor fëmijën për qëllimet e mia të postimit në Instagram, në lek, e ku di gjë, ku të them. Do me thënë, foto normale, familjare, është shumë okej. Nuk do postoj kur foto me bebelina, nuk do doja. Nuk do postoja kur foto lakuriq, nuk do postoja kur foto në banjë, në dush, duke bërë pra banjo. Nuk do postoja kur foto që kanë të bëjnë, që kur fëmija të rritet, pas shumë vitesh, ti thashë, shiko si je në internet këtu me këtë jashtë. Kështu që unë kështu mendoj. Dhe mendoj që unë do ta publikoj fëmijën tim, nuk e kam problem për t'i zënë fytyrën me zemra, është shumë okej për mua, por do përpiqem që t'i ruaj integritetin, intimitetin edhe personalitetin e tij. Frikrat më të mëdha në 3 mujorin e parë, edhe pyetja e fundit, vajte video shumë e gjatë, për njerëz, mua s'më mbajt goja, ç'a të bëj? Frikra më të mëdha në 3 mujorin e parë është gjithmonë humbja e shtatzanis, pra ndërprerja e shtatzanis, edhe nuk besoj që ka ndonjë mami aty që të më thotë të kundërtën, sepse këto kontrolle që ne bëjmë janë 1 herë në muaj, 1 herë në 4 javë. Edhe ti akoma nuk ndjen asgjë. Trupi jot është njësoj, nuk e filluar të bëhet barku, dhe ti nuk e di, është çdo gjë okej. Jeton akoma, sa herë që shkon tek grafia e radhës, apo ekoja e radhë dhe ti mendon, do t'i raj zemra këtë radhë, apo nuk do t'i raj, edhe aty je në super stres, të paktën unë, edhe thosha, okej, kur të më thot që raje ka lëvizshmëri, do qetësohem. Qetësosh atë eko dhe vazhdonte njësoj dhe ekon tjetër, do me thënë, gjithmonë është frika e ndërprerjes së shtatzanis, duke qenë që janë edhe periudat më të vështira, ku fëmia vërtet fokusohet në mitër, edhe vazhdon zhvillimin, apo jo, dhe 80% të humbjeve më të mëdha, do me thënë 80% të humbjeve të shtatzanis ndodhin midis javës deri në javën e 12. Pra prandaj kur kalon të 12-ën thuhet që ulet rrezikshmëria, pa çka se rrezikshmëri ka të shtatzanin, se nuk I dihet kurrë. Dhe kjo është ajo që besoj është frika më e madhe. Pyetja e fundit, çfarë të pëlqen dhe çfarë urren më shumë tek shtatzania në 3 mujorin e parë? Simptomat. Sa kalon 3 mujorin e parë, ke energji, bësh komplet njëri tjetër, kurse në 3 mujorin e parë, je prap nuk e njeh veten, për sa I përket ndryshimeve emocionale, shpirtërore dhe hormonale që ke. Kështu që kjo është ajo që e kam urryer më shumë, sidomos që nuk mund ta haja. Kur haja, kisha këtë shirë metalike në gojë që o zoti madh, nuk e di domethënë, ishte për mua, ishte gjëja më e keqe. Dhe çfarë më pëlqen patjetër se fillon që okej, jam shtatzën, fillon që ta kuptosh dhe akoma ke trupin tënd, akoma ke figurën tënde, mund ta mbash lajmin për veten tënde se askush nuk do ta kuptojë në 3 mujorin e parë që ti je shtatzën nëse nuk pranon që ti tregosh njerëzve. Edhe kjo është ajo besoj që janë 2 gjërat më të bukura për mua. Që 3 mujorin e parë unë e kisha vetëm për veten time, për burrin dhe për njerëzit e mi të afërt, pastaj fillon e duket, njerëzit do të pyesin dhe nuk është një çike e vështirë. Pastaj do të bëjnë komente sa të është rritur barku, sa të vogël e ke, ku dëgjon dhe në 3 mujorin e parë kjo gjë nuk ekziston. Dhe më e keqja është patjetër që simptoma në 3 mujorin e parë janë më të këqija, por gjumi është shumë I mirë sepse nuk ka asnjë ndryshim në trup dhe mund të fles barkas në kuriz si të duash ti, nuk ka asnjë lloj problemi, këto më pëlqejnë. Kështu erdhëm në fund të videos, shumë faleminderit për pyetjet. Edhe jam shumë falenderuese siç thash edhe një herë Zotit, trupit tim edhe gjeneve të mia.
Dhe vërtet që jam falenderuese që nuk më është dashur të kaloja në një proces të vështirë për të ngelur shtatzën, pothuajse fare, dhe do doja shumë që këtë gjë t'ja uroja të gjithave, por do doja shumë që ju që ju ka ndodhur kështu si unë, ta vlerësoni po ashtu pak më shumë dhe mos shkoni tek vajzat që janë duke u përpjekur të ngelen shtatzën dhe shiko si më ndodhi mua, sa e bukur më ndodhi mua këtë andej. Unë përpiqem të jem e kujdesshme, sidomos tek mikeshat e mia që e di që kanë kohë që përpiqem, mos pa tjetër t'ju hapesh dhe të thuash, shiko si ndodhi tek unë sa lehtë. Çdo gjë është personale, çdo trup është ndryshe, çdo kombinim mes partnerëve është ndryshe, por ju që nuk po ngelni shtatzën, po ashtu do ju këshilloja mos keni frikë të bëni kontrolle deri në fund, sepse ndonjëherë edhe sikur një ndryshim i vogël hormonal që mund të shkaktohet nga tiroidet mund të jetë edhe arsyeja. Kështu që uroj shumë që mos të keni turp, ta merrni dhe partnerin dhe t'i bëni kontrollet tuaja të gjitha. Për mua periudha e trimestrit të parë ka qenë shumë sfiduese. Kanë qenë ndryshime shumë të mëdha, akoma nuk arrija ta besoja a ishte e vërtet apo jo. Ekoja e parë ishte shumë e bukur. Ajsa edhe Stefani ka qarë, është hera e parë që kam dëgjuar edhe kam parë që të qaj. Kurse ekoja e dytë ishte ekoja pastaj ku unë kisha gjakderdhje, sepse unë shkova në Shqipëri dhe ishte shumë herët për të pasur gjitha të stres nga Tirana në Pogradec, nga Pogradeci në Tiranë, rrugë, në aeroport, edhe do ju këshilloja që të udhëtonit më pak në 3 mujorin e parë, po gjithsesi çdo trup është individual, nuk është se më ndodhi mua dhe do t'ju ndodhi edhe juve. Kështu që 3 mujori i parë ka qenë sfidues, ka qenë i bukur në fillim se direkt morëm vesh që çdo gjë ishte okay. Pastaj kishim frikën e gjakderdhjes së brendshme se mund të ishte një shkaktar për humbjen e shtatzanisë. Pastaj pas kësaj gjëje kishim 3 javë regjim shtrati që pothuajse nuk më lejoshte të mbaj asgjë. Kur ngjitesha shkallët, bëja shumë pauzë që mos të rritja rrahjet e zemrës. Kështu që ka qenë shumë sfiduese dhe jam shumë e lumtur që e kalova fazën e vështirë dhe tani jemi gati. Java e 28, na ka ngelur edhe shumë pak, tani fillon tamam që të rritet barku me një shpejtësi shumë të madhe. Normalisht vitaminat, ushqimet keni kujdes, por mos u bëni merak edhe nëse nuk arrini që të hani shumë në 3 mujorin e parë. Sepse baby në 3 mujorin e parë shkon akoma ku digjon deri në 80 gram apo 100 gram, që do të thotë nuk është nevoja për sasi ushqimore, ato vitaminat që ju i merrni, ato mjaftojnë për të siguruar rritjen e baby, por kujdesuni më shumë për fizikun tuaj edhe për veten tuaj që edhe baby të jetë mirë. Këto ishin pak a shumë simptomat edhe eksperiencat e mia të trimestrit të parë. Do bëj shumë shpejt një video të trimestrit të dytë sepse sot hy në trimestrin e dytë. Kështu që e tretë. Kështu që sa e mbyllëm dhe trimestrin e dytë, para se të harroj ndonjë gjë, do ta bëj edhe një video tjetër për trimestrin e dytë. Ju puth dhe ju le takim në video tjetër. Ciao.